Shqiptari Gjo Aliti është shpallur qytetari i vitit për vitin 2025 në Houston, në Texas. Aliti u nderua në këtë mirënjohje për bujarinë e tij gjatë festave të ndryshme si Krishtlindje, Dita e Falënderimeve, si në raste të fatkeqësive natyrore, ai ka shërbyer njerëzve në nevojë dhe vakte falas. Në tetor të vitit 2020, gjatë pandemisë së Covidit, kishte shërbyer rreth 50.000 vakte falas, ndërsa qëllimi i tij i radhës është shërbimi i 100.000 vakteve falas. Pasi mori çmimin qytetari i vitit, Aliti falenderoi bordin e organizatës Isa Conroe për vlerësimin e veprimtarisë së tij humane. Duhet falenderoj nga zemra Lynn Hawthorne dhe organizatat historike Isa Conroe dhe anëtarët e bordit të tyre për këtë vlerësim të jashtëzakonshëm, tha ai. Ky çmim nuk është vetëm një pasqyrim i përpjekjeve të mia, por një testament për komunitetin e mahniqëm që kemi. Unë jam mirënjohës për mundësitë që më keni dhënë për të shërbyer dhe për të bërë një ndikim pozitiv për krah kaq shumë individëve frymëzues, shtoi ai. Faleminderit të gjithëve edhe një herë për mirësinë tuaja dhe për këtë nder të jashtëzakonshëm. Mezi pres të vazhdojmë punën tonë së bashku për ta bërë komunitetin tonë edhe më të mirë. U shpreh Aliti në ceremoninë e pranimit të plaketës. Zoti Aliti ka mbritur në New Jersey në fund të viteve 80 si emigrant nga Shqipëria me të mbërritur në SBA. Ai ka nisur punë në restorantet e familjes Aliti.